ka 2 vjet që ngresh qetësim për të njëjtën çështje. Çmimin prej 30 eurosh për uniformat e fëmijëve të tij që vijojnë mësimet në shkollën fillore të mesme të ulët Ismail Qemali. Ndonë se shuma nuk është e lartë, ky prind nga Prishtina nuk e çon hallin e parave, por ka dyshime se si menaxhohen kur grumbullohen 30 eurot e qindra prindërve për uniformat që, siç thot ai, mund të gjenden me çmime më të lira në tregje tjera. Është viti i dytë me radhë brenda 4 viteve, ku unë si prind kam shprehur pakënaqësinë në lidhje me çmimin e uniformave që shkolla në farë mënyre dhe grupet e prindve që janë brenda rrjeteve sociale na tregojnë për çmimin që është 30 euro. Unë kam hulumtu kështu individualisht në tregun me shumicën fushë Kosovë. Uniformat që servohen, domethënë është një maicë thjesht, një bluzë thjesht dhe një duksi thjesht. Plus me logon e shkollës Ismail Qemali me demek 30 euro çmimi total. Kur unë kum bën një ulëmtim, ka dalë që të trija këto me çmim të shumicës kanë kushtuar dikon 8 euro deri 12. Shtoja këto edhe logon e shkollës që normal kushton 3-4 euro, pra maksimumi i çmimit për një uniform duhet kushtoj jo më shumë se 10 deri 12 euro. Përveç çmimit të uniformave, prindi problemin kryesor e ka me transparencën e institucionit. Ai tha për Kiks Kosovën që paratë e qindra prindërve mund edhe të shfrytëzohen. Po pra, duke marrë parasysh numrin e madh të nxënësve të shkollës Ismail Qemali, unë besoj që edhe shkolla tjera e ndojnë tjetrin shqetësim, duke marrë çmimin 30 euro, kur ta shumëzojsh me çmimin e nxënësave, plus llogaritet që dikon 70% po fiton vetëm për një nxënësi, plus me çmim të shumicës, atëherë kjo seriozisht kur në këto shfrytëzohen kaq shumë, po çka mund me bë diçka tjetër kur është në projekt diçka ku duhet me inkorporu nështë prindin ose investime diçka tjera. Përveç prindit që anonimisht ndau shqetësimin e tij për Kiks Kosovën, shumë të tjerë ndihen njësoj, por sipas tij nuk kanë guximin të flasin publikisht. Prindë të tjerë e kam bringën e njëjtë, por nuk shprehen në publik. Unë e kum bën një test aty në grupin e nxënësit që unë jam prindi i tij. Do me thonë, shumica e prindve personalisht më kanë thonë që mirë e ki që po reagon, mirë po atje nuk shprehen. Hajtë se reagon dikush tjetër, kjo çështje do me thonë po mbyllet me aq. 2-3 ankohen, shumica japin 40 euro edhe mu më intereson me ditë kush po kesh përdor këtu, se që është tu kesh përdor dikush është 100% e sigurt. Edhe më kanë se fiton 1% sa ja vlen, po me kushtu totali edhe 12 euro dhe na me pagu 30 euro për një nxënës është jashtëzakonisht shqetësuese. Kiks Kosova telefonoi edhe drejtoreshën e shkollës Ismail Qemali Mimoza Krasniqin për të kërkuar nga ajo një përgjigje rreth kësaj çështje. Krasniqi sqaron që gjithçka është transparente dhe kërkon që prindi të shkojë fizikisht në zyrën e saj në mënyrë që t'ia sqarojë të gjitha detajet që të mos ketë vend më për keqkuptime. Ndërë në këshilli drejtësi shkollës, të përdohet prej prindërve, janë konë komision, prindrit kanë vendosur që kjo uniform i takon shkollës tonë. Nuk ka vendosur drejtori, por ka vendosur këshilli prindërve. Janë konë komision për uniform. Jo, vjetë u vendu, të fatë shpreja interesi, të formu komisioni, u majtësës verbali, u mordendimi, të procedurat janë të. Na i kemi këtë vjetë në pjesë, për qatë në vetë madhe kemi vjetë në pjesën tjetër këtë vetë. Prindit me se njëri, në zyrë e drejtorisë me marë informat.